Pyetja ime lidhet me përfaqësimin e gruas në popullin e Izraelit në lashtësi. Po I lexoj pyetjen time. Thuhet se në lashtësi populli I Izraelit ndishte disa sjellje dhe zakone në lidhje me gratë, ku ato ishin të përjashtuara dhe ku vlera e tyre ishte minimale, ato merreshin vetëm me shtëpinë dhe fëmijët dhe nuk mund të dilnin në të njëjtën mënyrë si burrat. Por po ashtu shohim në Bibël, në librin e 2 të Mbretërve kapitulli 22, shembullin e profeteshës Hulda, tek e cila u këshillua mbreti Josia. Po ashtu shohim rastin e Miriamit, motrës së Mojsiut, ku në librin e Eksodit, kapitulli 15, përmes këngës së saj ajo profetizon. Po ashtu rasti I Deborës, e cila ishte gjykatëse dhe profete e Perëndis, siç tregohet në librin e Gjyqtarëve kapitulli 4, dhe ajo drejtoi ushtrinë e Barakut drejt fitores. Pyetja ime është kjo: nëse gratë e popullit në lashtësi liheshin mënjan, si është e mundur që vetë populli I Izraelit pranoi punën shpirtërore dhe materiale që Perëndia u besoi atyre, kur ato nuk ishin të drejtë fjale apo vote? Mirë, kush thot ose kush ka thënë se në Dhjatën e Vjetër gratë ishin të refuzuara? Jo, por le të themi se nga ato që ne lexojmë në Bibël, nuk shohim shumë punën e grave në Dhjatën e Vjetër, por po shohim punën e profeteshave, apo jo? Sepse profetesh Debora thuhet se ishte gjykatëse për 40 vjet. E mrekullueshme kjo. Perëndia e vendosi atë si profetesh, si profete. Edhe Hulda ishte po ashtu profetesh. Po ashtu gratë Rakela dhe Lea, ato patën rolin e tyre. Perëndia I vendosi ato si përfaqësuese të popullit të kishës, dhe jemi ne ata që bëjmë komente si njerëz që lexojmë Biblën, bëjmë komente dhe themi apo në Dhjatën e Vjetër pothuajse nuk shihen gratë. Po sepse në atë kohë kultura ishte se burri duhet të mbante përgjegjësinë e shtëpisë. Në atë kohë burri po përmbushte detyrën e tij të siguruarit të ushqimit, dhe po ashtu gruaja I përkushtohej rritjes së fëmijëve. Unë mendoj se këto gra, profetesha, profete, një koment që mund të bëjmë, një mënyrë të menduari, me siguri ishin të veja ose me siguri nuk u martuan kurrë, sepse kujtoni se në antikitet ekzistonin kushtet, kishte gra që lidhnin kusht me Perëndin dhe thoshin, unë nuk do të martohem kurrë që t'i përkushtohem Perëndis, të kërkoj Perëndin, edhe burrat lidhnin kushte. Kështu që kur ato përkushtoheshin ndaj Perëndis, me siguri Perëndia u jepte një detyrë, një punë, dhe Perëndia gjithashtu I shpërblente dhe u jepte bekime. Ne duhet kemi parasysh po ashtu se Bibla është një përmbledhje e asaj që Perëndia deshi të na mësonte dhe të na tregonte neve qenieve njerëzore se çfarë duhet të bëjmë. Ai thekson këtu ato që janë më të rëndësishme. Sikur Perëndia të kishte lejuar që të shkruaj gjithçka, çdo gjë siç thoshte apostulli, bota nuk do t'i nxjinte librat. Pra, ka histori të tjera që ne nuk I gjejmë të shkruara në Bibël. Perëndia deshi të theksonte gjërat më të rëndësishme të disa personazheve për ne, dhe Perëndia nuk lejoi që pjesa tjetër të shkruhej apo ta kishim në dispozicion ne sot, por me ato që ne jetojmë sot me Perëndin ton. Për shembull, vëllezër, ka kaq shumë dëshmi sot në Ungjil, në këtë kohë që ne kemi jetuar me Zotin, sa mira dëshmi ka për mrekullit dhe për gjërat që Perëndia ka bërë në përgjithësi në kish. Sa gjëra ka ndodhur, sa shumë gjëra njerëzit tregojnë për shfaqjen e Perëndis, është e pamundur që ne t'i shkruajmë të gjitha këto, që të jenë në dispozicion të gjithëve,
Kjo ka shumë punë, shumë material, shumë gjëra për të lexuar. Jo, nuk mundet. Ne themi se Perëndia bën mrekulli dhe shenja. Perëndia bën me mira mrekulli dhe shenja.